Në situata të tilla të fatkeqësive ajrore, ajo kërkohet për të shpjeguar fenomenin është kutia e zezë. Edhe pse ngjyra e saj nuk është as pak e zezë. Ajo është e detyrueshme për avionët e transportit publik të udhëtarëve dhe për disa kategori të automjeteve për transportin privat. Pajisja është e domosdoshme për të kuptuar dhe analizuar dinamikën e një aksidenti ajror në rast fatkeqësie. Termi kutia e zezë e ka prejardhjen nga emërtesa në gjuhën angleze, black box, që nga pikpamja etimologjike është e pasigurt. Kutitë e para të zeza ishin vërtet me ngjyrë të zezë, që përdoreshin në rastet e zjarreve. Ajo që dihet është se pajisja e rëndësishme është me ngjyrë portokall, me shirika reflektues, me synim identifikimin e lehtë të saj nëse avioni aksidentohet. Por në zhargonin e thjesht teknik, kutia e zezë quhet regjistrues fluturimi. Pajisja e instaluar në avion dhe automjete regjistron të dhënat gjatë lëvizjes dhe ruajtjen e tyre në rast aksidenti. Por qëllimi kryesor i përdorimit të kutisë së zezë është hetimi, pasi ajo i mbijeton presionit, temperaturave të larta dhe aksidenteve, ndërkohë që informacioni që regjistrohet në kutinë e zezë ruhet plotësisht. Përdorimin më të madh nga ku ajo dhe ka lindur është transporti ajror, ku me rregullore të veçantë parashikohet instalimi i saj sipas peshës apo numrit të udhëtarëve që kalojnë kufijt. Në bordin e mjeteve që transportojnë pasagjer ekzistojnë dy kuti të zeza. Njëra, Flight Data Recorder, që regjistron parametrat e natyrës numerike të 25 orëve të fundit të funksionimit, duke ju mbivendosur regjistrimeve të mëparshme. Numrat e parametrave të regjistruar variojnë nga 50 deri në 200, që përgjithsisht kanë të bëjnë me shpejtësinë e avionit, kuotat, pozicionin dhe të dhënat e motorit. Vendoset kryesisht në pjesën e pasme të avionit për t'i shpëtuar momentit të rënies në tokë. E dyta, Cockpit Voice Recorder, që regjistron tinguj në gabinën e pilotit në 2 orët e fundit. Në këtë kuti gjenden të regjistruara bisedat e pilotëve, komunikimi i tyre të fundit me kontrollorët e trafikut ajror, me personat e tjerë që janë prezent në gabinë dhe zhurmat e tjera të ambientit. Kjo pajisje vendoset në pjesën e përparme të avionit dhe për arsye privatësie, i gjithë informacioni në fund të fluturimeve fshihet. Kutia e zezë përbëhet nga 3 pjesë kryesore: lampa, pjesa elektronike dhe ULB. Lampa shpesh është në madhësinë e 10 milimetrave, që i reziston presioneve të larta dhe temperaturave. Brenda pajisjes ka regjistrues të vërtet. Dikur regjistruesi ishte një shirit metalik me lampon e bashkuar, me përbërës elastik, për të eliminuar dridhjet, ndërsa në kutit moderne, regjistruesi përbëhet kryesisht nga një trup i vetëm. ULB, Underwater Locator Beacon, është një tjetër përbërës i kutisë së zezë që në kontakt me ujin fillon dhe nxjerr një sinjal që lehtëson vendodhjen e kutisë së zezë. Për funksionimin e saj përdoret energjia që prodhohet nga një bateri. E ndërsa flasim për kutinë e zezë dhe vlerat e saj, 2 muaj më parë shpikësi David Warren ndroi jetë në moshën 85 vjeçare në shtëpinë e tij në Melbourne. Në vitin 1957, Warren ja shiti prototipin e pajisjes që krijoi një shoqëri britanike. Ndërmjetës, në eksportimin e shpikjes së Warrenit në Europë, u bë një aviator anglez. Ai u njoh me idenë ndërsa vizitonte Australinë. Më pas, ishte një kompani lokale britanike ajrore që filloi të fabrikonte pajisjen e domosdoshme. Vetëm në vitin 1976, Organizata Ndërkombëtare e Aviacionit Civil e vendosi si standard botëror përdorimin e kutisë së zezë.